Rama ka një vizitë të vështirë në Amerikë në fund të muajit, sikurse po tenton, ka paguar miliona dollar për të marrë pjesë në një takim të lobit hebre në Washington që do të zhvillohet në muajin shkurt, ku po tenton nëpërmjet lobimit me miqtë e tij në Tel Aviv apo e Donald Trumpit, ndërkohë që Jerusalem Post në Izrael, por edhe miq dhe burimet tona të rëndësishme të informacionit na tregojnë se edhe Izraeli, edhe dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, edhe Emiratet Arabe, edhe kompani të tjera të mëdha, gjigante, të cilat kanë patur plane të mëdha investimesh për Shqipërinë, qoftë në ishullin Sazanit, qoftë në Zvërnes, qoftë dhe tek Aleksandr Vučići në Beograd, siç ishte projekti i madh i Kushnerit, janë anulluar, janë ngrirë dhe janë pezulluar, dhe kjo ka qenë një lajm hata dhe koment për Edi Ramën dhe regjimin e tij.